Moza. I ka fillu mu ba gjelozë, se dikur i thonin Mozës je goza Xhaxhait krenarit, tani më thojnë o krenar, je djali Xhaxhait mi Mozës. Se kalon do të Mozës ti, krenar, unë të respektoj shumë dhe dua shumë. Në perceptimin publik. Tani, krenar Ahmeti, shefi i qarkullimit rrugor, se ky se pranon këtë drejtor, është djali Xhaxhait të Moza Ahmetit. Kam shumë gjëra të diskutuar, mua më pëlqen shumë për të na treguar kush është Mimoza Ahmeti dhe kush është fisi juaj, sepse keni një histori mjaft interesante. Shiko, kur e pyeta i herë babën, i them, e pyes babën, i them, ba, po, variantet, situatat, ose, shiko, pavarësisht regjimeve, ne erdhëm 5 vëllezër nga Malizi për arsye. Kur? Në cilin vit? Do të kenë ardhur nga 54. Në 54, ikën u arratisën në ndej. Në fillim ka ardhur babai Mimozës. Po? Si quhet babai Mimozës? Ismail Ahmeti. Ai është gjallë. Kalon edhe në për libra, po është gjallë, është në Amerikë, rrin me djalin, me vllajën e Mimozës. Sa vjeç është? Duhet jetë në 91, 92 është. Rrin në Amerikë? Po. Do thënë, mamaja e Mozës... Ai ka vdek, shëndet. Faleminderit fjalë. Po? U rriç në grad, nga redaktor në krye redaktor. Faleminderit, kam mbaruar punë këto. I kam mbaruar këto si puna jote dhe drejtore në krye redaktor. Do ta them pak atë. Po? Dhe ajo mamaja e Mozës ka ndruar jetë. Po, Buloçka ka një bulja, ne i theshim Buloçk. 2 vjet pa. Ka qenë gjigant. Tani sa fëmijë ishin këta 5 vëllezër. Prindrit tuaj? Po, 5 vëllezër. Këta kanë qenë 6 vëllezër. 6 vëllezër? Dhe 2 motra. Dhe 2 motra. Ikën nga Vuthaj. Po, shifet ashtë, këta kishin një problem juridik me... është histori e vjetër. Po pse ikën? Njëri nga luftëtar, njëri nga Xhaxhall, domethënë vllai i gjyshit tim ka qenë bashkohës si prekcalit e këto, po në thojza se atëherë shiko, regjimi si andej dhe këndej i qunin bandita ata që nuk do të ata ikën në 54 nga Vuthaj, nga Malizi. Po, dhe këta janë për ndjek. Dhe kanë ardhur në Shqipëri. Po, 5 ku janë në Tiranë? Jo, këta kanë fillim, kanë ardhur, që më tregon të babai, këta kanë ardhur në Llakatund, ati ka qenë një kamp. Atje, po. Që erdhën në kamp? Po pse në kamp? Këta kanë qenë... I mirë priti Enver Hoxha? Urdhra? Enver Hoxha i mirë priti? Priti me më të gjë, kanë qenë në kamp dhe... Nga kampi, pastaj në shkolla, marrun shkollat e mesme, nga shkollat e mesme, të gjithë xhaxhallarët e mi janë gjithë me shkollat larta, profesor, doktorat gjithë. Dhe pranaj këtu desha me dalun në atë që më pyte, se kur e pyta babajin që e pyesja, thashë shiko o birë, mirë apo keq? Ai regjim vetëm bursa të shkollës lartë, ne kemi marrë 96. Familja juaj? Po. Fisi juaj? Po, këtë fisi jonë këtu. 96 djem nanash dhe vajza janë me shkollat larta. Ua, do nga fisi Ahmetaj? Fisi Ahmetaj. Tani, në këto momente, ne kemi 96 universitet. Që kemi persekutuar? S'kemi thënë persekutuar. Po jo, ajo në kamp, atë se kuptuam. Pse në kamp? Jo, ka qenë procedura. Ata merren... Tani, ku jetu aty? U shpërndat të gjitha apo ishit bashkë? Jo, atë ishin, shiko, mbasi marrën shkollat, kanë marrë shkollat e larta të gjitha, se cili ka shku në profesionin e vetë. Po, ku ishte babai Mozës, familje Mozës? Ka qenë në Kruj. Çfarë punë bënte babai Mozës? Ka qenë arsimtar. Po, nëna? Nëna, edhe nëna, tani, te nëna është e bukur se Moza nuk e ka thënë këtë gjë. Edhe babai, edhe nëna dhe të gjithë vëllezërit kanë marrë, shive, shumë e bukur kjo. E kanë pas porosi nga babai. Që? Pra, nga babai gjyshi im vdiqi nga Iliosi. Iliosi është për dredhja zorrëve. Duke punu në një moment ke për dhe nga trim zorrë. Po. Dhe ky gjyshi ka qenë aq i pashëm. Imagjinoj një malësor 2 metra që kur nuk e kishte një çorape të një llojit. Sepse i çonin dhurat çikat. E malësis gjithmonë aq i pashëm dhe ka qenë pra Alia dhe Hana. Alin i ka qenë gjyshim, e menin gjithmonë për... Gjyshi dhe gjyshi Mozës?
Po gjyshim dhe gjyshimozës, ka qenë shumë i pashëm, se këta si racë janë shumë i pashëm. Unë të pashëm, unë ngjaj më duket pak nga Korçara, se kam nënën nga Korçara, dhe unë si çeka moza. Edhe ti djal king shumë me sy me ngjyrë, me çfarë thotë se vetëm po prap 2 metra janë të pashëm. Vuthianët, nëse ne vim nga Vuthajt. Vuthajt, Plav, Guci, Vuthajt, jemi në Vermosh, për bile nga njerë kur më pyesin nga je. I them aty ku varet harta në Gozhd. Si ku varet harta në Gozhd, i them. Po në Vermosh, 1 kilometër, tak del në bjeshket më të bukura që kanë bjeshket. Tani dhe çfarë amaneti la? Dhe në momentin që babait Mozës? Po vdiste, jo babait Mozës. Të gjithë, se i kishte gjithë vëllezër, po? Pasi këta kanë qenë nga 14. Ju lutem, vetëm pa shkollë mos ngelni. Dhe merrni nga një vajzë që është pa shkollë dhe bëheni me shkollë. Si merrni, do të martoni? Po, kur të martoni, merrni një pa shkollë dhe bëheni me shkollë. Do të thënë babai Mozës. Kjo ka qenë edhe babai Mozës ka marrë një zonjë, sepse si quhet babai Mozës? Bule Ahmeti. Bule. Nga ishte Bulja? Bulja ishte nga Korça. Nga Korça. Pe Korça. Nga Korça i merrni ju, jeni zgjuar. Jo, ata kanë qenë zgjuar. Kush, ata korçarë që kanë marrë ju? Jo, ata që kanë zgjedh. Baballar. Edhe nëna ime Korçare. Dhe babi jot mori Korçarë. Do të thënë, babai Mozës, Ismaili, mori Bulen nga Korça. Ai ishte pa shkollë dhe bëri me shkollë? Po, edhe nëna ime ka qenë. Ishte pa shkollë dhe bëri me shkollë. Dhe Ismaili me Bulen jetuan pse në Kruj? Po, aty ka dalë, shifit është. Çfarë diplomoi? Për histori gjeografi më duket. Te filologjiku, po dëgjoje të fortë. Dhe Bulja ishte 7 zanë me Mozën dhe filloi fakultetin dhe kur Moza ishte 2 vjeç, sa atëherë ishte sistemi që mund të merrje 2 vite në 1 vit. Për çfarë studente? Edhe ajo për letërsi. Për letërsi, ë? Po. Dhe ka qenë 7 zanë me Mozën. Po, kur ajo që ka bërë poete në bark, domethënë. Ajo është arketipi, është stamposur, e ke parasysh, domethënë nuk dalin dot. Si ishte jeta e Mozës në Kruj pastaj? Atë nuk e di unë, sepse unë Takoheshe shpesh me Mozën? Po, vinin shpesh te ne, unë shkoja sepse ishte. Ti rrien Laç. Unë rrien në Mamurës. Në Mamurës. Po, afërish. Shkoshim te Xhaxhai, sepse edhe baba ime ka pas shumë pikë të dobët Mozën. Mozën se ka dhe një motër tjetër që ka marrë për inxhinjeri. Dhe sa fëmijë janë Moza? Te janë 2 motra dhe 1 djalë. 2 motra dhe 1 vëlla. Po dhe ti me natyrën jote me Mozën bësh? E njëjta gjë edhe me babain tim. Po ju sa po flasim për nuse. Për bashortë. I kanë marrë me 7 klasë shkollë dhe i kanë bërë me universitet. Tani më tregojnë çik për Mozën se Moza është bërë personazh. E ndjek atë Ferma VIP? Unë këto formate nuk i kam pas qef, sepse nuk kam kohë. Ore, e ndjek tani që është Moza, ore? Tani duhet me ndjek, sepse edhe ajo ka nevojë për mbrojtje. Po një ditë, unë nuk jam në një kështu që i kam ndjekur, po edhe më thanë dhe këta, se mos nuk e pyet krenarin që kanë sharë Mozën, njëra aty ka sharë Mozën. Jo, le ta shajnë, le të bëjnë sa dunë, po jo, denigrimi është... Shiko. U mërzite? Shiko. U mërzite kërë sharë? Jo, ne si fis, kemi një ore mund të lejoj të më vrasësh. Po jam mos më prek në dignitet. Më vrit. Kemi se ne kemi 12. Tani një sekond. Tani ti Moza ke si motër kur e pe aty që po e denigroni, po e thua ti. Po ti nuk mund të ajo tani e krenarit, ë? Mund të thush një shkrimtare ke parasysh le se është goca Xhaxhai tim. Nuk po hyn në aspektin. Është zonjë fresh. Edhe po të ishte Diana Çuli, në të njëjtën mënyrë i kam pikë dobët artistë. Reagove? Patjetër, me reagum institucionalisht. Institucionalisht, do thënë që morë drejtuesit atje. Po, institucionalisht. Dhe çfarë thonë? Patjetër thënë do ta kemi parasysh këtë gjë, nuk do të lejmë, produksioni vazhdon se nganjëherë duhet me mirë kuptuar dhe ata, sepse është tjetër se si reagojun, janë proceset që ne kemi. Fiton Moza? Po edhe mos fitoft, Mimoza e fitume është. E ke parasysh Mimoza është Mimoz. Na thuaj disa po një ca vargje të Mozës që ty të pëlqen. Se ju jeni gjithë poet, po ju Ameta se do vë dhe Xhaxhain tjetër, Sadriun e keni t'ia zakon se nuk e njohin Sadriun një pjesë e shqiptarëve. Tani na thuaj diçka të Mozës. Nuk më the që ti isha përgatit se kam edhe atë, po unë kur shkruaja poezi me Moza mi shifte, sidomos babai Mozës i redaktonte. E më thoshte, shiko, ti do bësh i polici mirë, thoshte. Që në të kohë? Po, si ti më bukur ti ne që do bësh polic? Ore, unë me një geniale, mama.